Thënie nga Abraham Lincoln, ish presidenti i 16 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Citojmë: Forca arrin çdo gjë, por fitoret e saj e kanë jetën e shkurtër. Njohurit dhe dijet e tua shitja e tij që ofron më shumë, por mos prano kur një çmim për shpirtin. Ti duhet të realizosh rritjen vetjake, pavarësisht se sa i madh ishte gjyshi yt. Gjeniu, në madhështinë e tij sipërfill shtigjet e rrahura nga të tjerët dhe kërkon zona të pazbuluara. Të lehtësosh dhimbjet e tjetrit do të thotë të harrosh dhimbjet e tua. Përveç se me analogjinë e përvojës, nuk ja kemi idenë se ç'do të ndodhë në të ardhmen. 3 gjëra formojnë një komb: toka e tij, populli i tij dhe ligjet e tij. Nëse doni të vini në provë karakterin e një njeriu, jepeni pushtet. Ka të drejtë të çortoj veç kush është i gatshëm të ndihmojë. Zoti do njerëz të zakonshëm, ka bërë shumë prej tyre. Martesa s'është as parajsa, as feri, por purgatori. Mënyra më e mirë për të shfrytëzuar një ligj të gabuar është të bësh që ai të zbatohet rigorozisht. Vendosni që diçka mundet dhe duhet bërë dhe do ja gjeni anë. Jam pro të drejtave të kafshëve, siç jam pro të drejtave të njeriut. Fakti që disa arrin suksese të mëdha tregon se edhe të tjerët mund të arrijnë. Nuk i shman probleme duke shpenzuar më shumë nga sa fiton. Nuk ndihmon punëtorët nëse e kap keq me punëdhënësin. Nuk mund të forcosh të dobëtit duke dobësuar të fortët. Nuk ekziston një mënyrë ndeshme për të vrarë, as një mënyrë sjellshme për të shkatruar. Lufta nuk ka asnjë të mirë përveç fundit të saj. Zorse mund të shkurajohet dikush që ndihet mirë me veten e tij.